Qeveria ka garantuar shqiptarët se nuk ka asnjë arsye për t'u shqetësuar për sigurinë në vend. Një ditë pasi ambasada e SBA-s në Tiranë paralajmëroi qytetarët amerikanë për rrezikun e sulmeve nga Irani, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se ky është një njoftim rutinë i të gjitha selive diplomatike të Shteteve të Bashkuara, nuk ka arsye për t'u shqetësuar. Kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në gjithë Europën, nuk vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, nuk është informacioni saktë. Informacioni saktë është që kjo është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim tërprerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi të cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që i kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mas dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale. Por sqarimi i qeverisë shqiptare nuk e bindi opozitën e cila kërkoi në parlament mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare e sqarime nga kryeministri Edi Rama për situatën. Ne kërkojmë që kryeministri të paraqitet menjëherë në seancë plenare dhe t'jap shpjegime për deputetët për 3 çështje kryesore. Pse e cilësoi hamendësim paralajmërimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës për synimet me vullnet të keq Tiranit në raport me Shqipërinë? A ka koordinim mes partnerëve ndërkombëtar për çështjen dhe çfarë informacionesh ka shkëmbyer qeveria shqiptare me qeverinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ju bëj thirrje juve si numri 2 i shtetit sipas hierarkisë protokollare që t'i kërkoni në emër të Kuvendit të Shqipërisë presidentit të Republikës për sa kohë ka marrë detyrë dhe paguhet për atë detyrë që të rrasi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Ndërkaq ministri i Brendshëm përsëriti se nuk ka arsye për t'u shqetësuar, duke vënë në dukje se prej disa kohësh policia e shtetit, strukturat e antiterrorit kanë marrë masa, duke komunikuar vazhdimisht edhe me 2 ambasade në Tiranë. Jo më larg se mbrëmjen e djeshme, i kam kërkuar strukturave të policisë, konkretisht strukturave të antiterrorit, strukturave të Departamentit të Sigurisë Publike dhe Policisë Kriminale të jenë në komunikim me zyrën e sigurisë të ambasadës amerikane, nga të cilat me përgjegjësi të plot konfirmoj se është komunikuar. SPAR-i nuk ka asnjë informacion konkret, qoftë edhe inteligjencë për një situatë rreziku real. Një ditë më parë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë publikoi një mesazh për qytetarët amerikanë duke i paralajmëruar të bëjnë kujdes në Shqipëri. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjektet lidhura me Shtetet e Bashkuara ose elemente të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube, restoranta. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar, thuaj në mesazhin e ambasadës për qytetarët amerikanë.